me zdhimbjes dhe respektit ju dha lamtumira e fundit Hetem Fezës, një njeri me zemër të madhe i cili la pas një trashëgimi njerëzore që nuk harrohet lehtë. Ai u dallua gjatë jetës së tij për humanizëm, bujari dhe për kushtim ndaj komunitetit. Drejtori i shkollës së mesme, Hilmosi Riza Muja, tha se gjatë viteve të 90-ta, kur pushteti serb i mbylli shkollat shqipe, Hetemi hapi dyert e shtëpisë së tij duke e kthyer shtëpinë në shkollë. Ndihma e tij financiare për shkollën ishte shumë e çmuar. Ai nuk e ndihmoi vetëm shkollën, por edhe familjet që kishin nevojë për ndihmë. Kjo ishte një mundësi pa liçeri. Hetemi jo vetëm për qeverisë për familjen e tij, të ngushtë, por nuk rrezit duke i udhënë për krahët e gjithë atyre që kishin nevojë qoftë për ndihmë financiare, qoftë për ndonjë ndihmë tjetër. Ai gjithnjë thoshte, duhet të lanë pak lopsin anën për vete, që të ndihmojmë të tjerëve. Nëse dikush i drejtohej Hetemit me kërkesën për të ndihmuar, ai do të dhënë kur e malen për të ndihmuar. Ai u përkaq që jo vetëm për të fëmijët e tij, por edhe gjithë familjarët e tjerë për ditën e ndihmë dhe në përkraje për asa kishte mundësi. Duke qenë se jetoj larg familjes dhe vendimjes, ndjenja dhe dashurisë jo vetëm që të fishua, por ajo ju shumë fishua. Kështu gjatë viteve të 90-ta, ku pushteti serb filloi me një konstitucion shqiptar, të asaj kohe në veçanti presionin mbi arsimin shqip dhe i mbylli shkollat shqipe, Hetemi pa menduar ky herë hapi dyert e shtëpisë së tij, duke i kthyer shtëpinë e tij në shtëpi shkollë. Ndihma e tij financiare për shkollën e ato vite ishte shumë e çmuar dhe për çdo respekt. Ai nuk ndihmoi vetëm shkollën, në atë kohë por edhe familjet të cilat kishin nevojë për ndihmën e tij. Pra, Hetemi ishte personi i mbështetës dhe përkrahës i parë i shkollës shqipe dhe familjeve me nevojë. Për këtë arsye, ide e tij ka kjo botë, excelente jo vetëm për familjen bashkëtarë, por dhe për gjithë rrethinën tonë. Pra, mënyra se si jetoj dhe punoj Hetemi është për të adhiruar. Çdo njeri që pati rastin, ka njëtë, kishte respekti maksimal dhe të patën të shuese për të. Hetemi mirësi, fundën dhe vrejë, dhe në momentet e fundit të jetës. Por këti kontributi, Hetemi zotë e përbrej me shumë të një përvendesa, se një përvendesa, të cilë dhe fatërshit që të kontriboj në vazhdim dhe në realizimit të dëshirave të tij. Andaj, sot e gjithë këtu ndjejmë dhimbjen për ikjen e Hetemit nga kjo botë. Dhe gjithashtu jemi krenar që patëm rastin të njohim dhe të punojmë me të. Pasi Hetem, kur shoj qenë në tokën e vendit tonë, në tokën e Kosovës së Lirë, për lirisë të cilës kontribuohet me gjithë shenjën tënde. Ju falenderoj. Ndërsa Hoxh Sadri Zekaj tha se Hetemi ishte i njohur si plisbardhi, sepse çdo herë e kishte mbajtur plisin, ndërsa familja e tij ishte e njohur për kontributin për këmbë, për liri e pavarësi dhe gjithashtu ndihmat për xhami sa herë që ishte nevoja. Sa po varrosëm një bashkëtar të Radasit, sa po varrosëm gjakun e Podgurit, Hetemi të dash populli o dubja se ku njerëzve me trena, Hetem Feza, Hetem Quka, Hetem Gjemoni, kjo koni njoftun gjithka. Plis bardhi, gjithë bore ka pas plisin, kryt para lufte, gjatë lufte, mas lufte. Foli drejtor për kontributin e tij familjes tij, sidomos për shkollë, mas për pafor drejtori, se kisha të kaluar për me të vërtet, o konë numër 1 për me ndihmu shkollës që edhe i zhvogël në Marcellë ku ka pas nevojë. Ishte jashtëzakonisht babi mirë, gjyshi mirë, ishte pëshi mirë, ishte vllai mirë, bashkëti mirë,
njeri që me të vërtet që ka pas nevoj, e kemi gjithë si kur mojtë të kërës ka veç ka e, o konë që mërë, filantrop shumë i dalu. Kë një jetë për para këtë që ka nuk shtirët, pashtu në Gjermani, familje madhe për ka rritë, me mbajt mirë, më konë jarë zakonisht menagjeri mirë, po ishte edhe në burë zëtni mirë, ku ka shku kalon hirëshiku, po ishte ka mbajt vetën fort mirë. Ky njeri e umurve që me të vërtet ka një muë edhe fukaran, ky familja tina, për mas në vazhdu shumë një gjatë për asytë se foli drejtori, ishte një kontribuse malë e para lufte, gjatë lufte, mas lufte, dhe më tonë familja ti është që ka kontribu për atë dhe për kom, për njëri, për pavarësi, por ku kom pas nevoj për gjami, gjithmonë nuk ka fyfa, dhe më tonë ishte njëri jashtë zakonisht që i ka ndimu njerëzën. Kaloni familje të mirë, djelë të mirë, vajzat mira, do vjeti ka pas, kom të më bovë, djelë mi pas, 120 ka pas e më pas, po do vjetë mira. Mos me zgjatë, familja ju falendon nga zemra shpirti gjithë pjesëmarrëve. Tu për shkak pas se mas zotin e shtëpisë gazin, e falenderoj për pjesëmarrjen në vorim. Kemi edhe njerëz për duzi që kanë orë erkas për përsheve, edhe mosa e madhe tregojnë që hetemi apo njëri dashnin popullor. Familjen i shoha Zoti e i nimoni kalon këllimin sa më shpejt. Ju njofton edhe herë, ju falenderojmë edhe herë familja, ju njofton që me sot mund të fone pamja. Edhe jemi falenderoj nga familja e të fezës, e këtë fezën. Në ceremoni martore morën pjesë familjar, miq dhe qytetarë të shumtë, të cilët erdhën për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Lotët dhe fjalët e mira dëshmuan se ai nuk ishte vetëm një emër, ishte një shembull. Kujtimi hetem fejzës do t'jetoj gjatë në mendjet e atyre që i ndihmoi dhe në historinë e një komuniteti që sot i është mirënjohës për gjithçka që bëri. Pushoj qetë në tokën e Kosovës, për lirinë e secilës kontribove me gjithë qenien tënde.